Kjo është sigurisht, edhe Rama nuk na ka habitur deri tani, por iniciativat e tija antikombëtare si zbatimi i projekteve të përbashkëta me Vučićin e Serbisë në projekte ruso-slave për t'i dhënë një identitet të ri të ashtu quajtur Ballkanit, për të siguruar sipas tyre një qëndrueshmëri dhe paqe të qëndrueshme në Ballkan, duke i dhënë diçka Serbisë. Kjo tregon që ky person është dhe jo vetëm i lakushëm, po dhe tepër i përdorshëm si një plastelin, vetëm ti sigurojnë pushtetin e tij. Pra, nuk është e zakonshme që Rama përdor skenar të tillë për të tërhequr vëmendjen, gjithmonë kur ka një situatë të vështirë, dhe kjo situatë sot ekziston në Shqipëri, ai është një figurë jo e diskredituar, po e papranueshme për popullin shqiptar, është një figurë e diskredituar kudo në botë, por ai luan të gjitha kartat duke bërë të mundur përdorimin atyre skenarëve ku ai mendon që akoma mund të jetë i dobishëm dhe faktori ndërkombëtar të mbylli syt përpara asaj situate dramatike që po ndodh në Shqipëri. Pra, e gjithë kjo gjë është në funksion të mbajtjes së pushtetit të tij. Në lidhje me shtetin e Bektashi, unë mendoj që është një projekt të cilët një palë kërkon që ta sponsorizoj. Këtu kam parasysh që do të jetë një skenar që ka lidhje me përpunimin e financave në të gjithë botën, sepse dihet që një shtet i tillë qesharak, duhet të them unë, në mënyrën se si mund të organizohet, ka filluar që të projektohet, si thot edhe shtypi francez, ose shtypet e tjera ndërkombëtare, duke përcaktuar dhe monedhën e tij, duke patur institucione, sidomos banka, tregojnë që ky do të jetë një shtet operacional në funksion të klientelizmit të madh botëror, të cilët përdorin skema të caktuara për të ushtruar veprimtarinë dhe fitimet e tyre financiare. Dua të them vetëm një, zoti Paruca, diçka, që kur filloi Rama, dhe duke që projekti i tij ishte një projekt i sponsorizuar, guvernatorin e bankës e zgjodhi një nga personat e lidhur me Sorosin, gjë që nuk u pranua sepse ishte fillimet e tij, nuk ishte konsolidimin e pushtetit politik, dhe pikërisht këtu është dhe ajo që shtypi dhe gazetarët investigues duhet të shikojnë. Janë fenomeni i fuqizimit të pares shqiptare në krahasim me dollarin edhe me euro, një fenomen që nuk përkon me lëvizjet e tregut monedhës në gjithë vendet e botës, dhe kjo faktohet nga njëra anë nga pastrimi paras dhe ndërtimet që bëhen për këtë qëllim, por nga ana tjetër janë edhe operacione të caktuara financiare të cilat funksionojnë vetëm nga mënyra e ndryshimit të monedhës pikërisht në këtë vend. Dhe këto qarqe ndërkombëtare të cilët shfrytëzojnë një bankë kombëtare ose një shtet klientelist të tyre, sigurisht kanë dhe përfitimet që pse jo të kenë edhe një shtet tjetër të vogël, një shtet Bektashi, i cili do të ketë institucionet e tyre, do të jetë një rifugium peccatorium, duke quajtur që njerëz të cilët kanë probleme me drejtësinë mund të shkojnë, mund të jetë një shtet i cili që nga fillesa e tij, që është një skenar i parapërgatitur, jo vetëm nga autoritetet shqiptare, por edhe me përkrahas të panjohur deri tani, tregon që historikisht nuk mund të krahasohet me ta ashtu quajturin shteti Vatikan, i cili ka një histori se si është krijuar, ka patur një fuqi papale e cila ka dominuar jo vetëm nga ana morale gjithë Europën feudale dhe
më përpara, por ka patur edhe institucionet e saj prej disa shekush.